Milo Mavranjevc. Të nderuar banor të Kodrës së Trimëll, deputet, ministra, i dashur i Albin që sapo është kthyer nga Washingtoni, kryetari i arshëm i Prishtinës me datën 12 tetor, Hajrullah Sheku. Nderuara ministre Albulin Qendës, Arben Vitia, për bëj këtë hapje madhështore në lagjën Kodra Trimëll, ku asnjëherë kjo lagje nuk na ka dëshuar, sikurse sonte që po e shohim që mbi 400 qytetarë të lagjës son kanë ardhur sonte në shi ta përcjellin tubimin ton madhështor dhe zgjedhjen e kryetarit të arshëm Hajrullah Shekut. Katër vjet dështim, 4 vjet kërkesa minimaliste për kryetarin më të dështuar të të gjitha kohërave, mos ta përmeni emrin. Kjo lagje kërkesat i ka pas minimale, jemi e vetme lagje që ende s'kemi ujë të pishëm edhe në vitin 2025. Kjo lagje ende trafiku urban nuk funksionon, duhet me prit 3 autobusa për të shku deri në qytet. Jo e mbani men lidhjen e përparim Rama që thekë në qytet për 7 minuta për Vranjevcit. Jo e mbani men se sa premtimet i ka bo dhe kjo lagje ka mbet ende në ghetto. Jo e mbani men premtimin e përparim Ramës kur thashte se gjitha pronat do t'i legalizoj. Të gjitha gjëra do t'i bëjnë në Kodrën e Trimëll, më tregoni cilën shtëpi apo pronë tuajin e ka legalizuar deri më sot. Asnjë. Unë nuk i kisha zgjatur shumë, ja kisha dhënë fjalën nën kryetares së kuvendit, zonës së më të votuar në vend, Albulina Axhiut. Faleminderit shumë, faleminderit për punën edhe për angazhimin e vazhdueshëm. Të dashur qytetar, mirë se e gjejmë njëri tjetrin sonte këtu në Kodrën e Trimave, që gjithmonë ka rahur fuqishëm për drejtësi, barazi, zhvillim dhe përparim. Faleminderit për këtë pritje madhështore. Për këtë pritje të ngrohtë, për energjinë e mrekullueshme që po e sillni këtu dhe për mbështetjen që na keni dhënë në vazhdimsi. Jemi mbledhur sonte këtu bashkë, jo vetëm për të përkrahur kandidatin ton më të mirë, Hajrullah Shekun, por edhe për të shprehur atë se çfarë Prishtine e duam. Pra duam një kryeqytet që respekton dhe që përfshin të gjithë, duam një kryeqytet ku punohet me ndershmëri dhe që e vendos qytetarin në qendër, e jo interesin personal siç po bëjnë këta që sot fatkeqësisht e udhëheqin kryeqytetin ton Prishtinën. Pra Hajrullah Sheku është personi dhe njeriu i duhur. Hajrullah Sheku është kryetari i ardhshëm i Prishtinës pas 12 tetorit. Hajra e ka dëshmuar me vepra, si aktivist në teren, si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, si ministër që
nuk I ka pasur duart në xhepa, por në punë konkrete, në projekte të prekshme, me transparencë dhe në investime që kanë lënë shumë gjurmë. Ai nuk është politikan I fjalëve boshe, është udhëhec I vërtet që dëgjon, që punon dhe që vepron me ndershmëri dhe në shërbim të qytetarëve të Prishtinës. Të dashur qytetar, sonte shkurtimisht po ndalem vetëm te një çështje që besojmë që është shumë e rëndësishme. Dhe mu po m'vjen shumë mirë që sonte në këtë tubim madhështor ka edhe shumë vajza dhe gra. Prandaj, leti përshëndesim ato me një duartrokitje. Sepse vajzat dhe gratë sot në Republikën e Kosovës e kanë bërë vetë vendosjen subjektin më të madh në vend dhe në kuvend dhe e kanë bërë kryeministrin Kurti personin më të votuar ndonjëherë në historinë e zgjedhjeve në Kosovë dhe do ta bëjnë Hajrullah Çekun kryetarin me mbështetjen më të madhe. Prandaj, Hajra do të angazhohet për barazi gjinore dhe për fuqizimin e vajzave dhe grave në Prishtinë. Ne pas pak do të dëgjojmë programin për këto zgjedhje lokale dhe unë nuk do të ndalem në secilën prej këtyre pikave, por ajo çfarë do t'ju bëja thirrje sot është që gjatë këtyre ditëve sa na kanë mbetur deri më 12 tetor, le të angazhohemi fort, le të angazhohemi fuqishëm, le të angazhohemi për vetëvendosjen dhe që ta kemi një kryeqytet që do të trajtohet me dinjitet. Ne dim që rruga nuk është e lehtë, por me Hajrën si udhëheqës, të ndershëm, të guximshëm, të përkushtuar dhe të palëkundur, gjithçka bëhet e mundur. Prandaj, letë mos e ndalim angazhimin, letë punojmë fort, letë punojmë fuqishëm. Hajrën do ta dëgjojmë pas pak, por tani para jush do ta ftoj kryeministrin, kryetarin ton Albin Kurti. Të dashur banor të Kodrës Trimave dhe të nderuar të gjithë ju qytetarët e tjerë të Prishtinës, këtu nga Kodra e Trimave shihet gati krejt Prishtina. Po për fat keq, ata që qeverisin me Prishtinën edhe naj ditë nuk e kanë parë e nuk e kanë vlerësuar kur Kodrën e Trimave. Kjo lagje ka dhënë shumë për Prishtinën. Ka qenë gjithmonë në shërbim të qytetit, gjithmonë në shërbim të proceseve më të rëndësishme të vendit tonë. E saktësisht me 1 tetor para 28 vjetëve, protesta e studentëve pat përfunduar pak para mesditës në Velani, por këtu në Vranjevës në Kodër Trimave ka vazhdu deri në orët e vonat pas ditës. E disi sa herë që I ka ardhur radha Kodrës Trimave, pushteti ja ka kthyer shpinën. Kjo është padrejtësi dhe kjo padrejtësi duhet të marrë fund dhe kjo padrejtësi në këtë vjesht do të merr fund. Tashmë është një vizion për Prishtinën, një qytet që zhvillohet me plan, jo me improvizime, një qytet me transport publik që funksionon, jo me pritje të pafundme, një qytet I gjelbërt dhe I pastër, jo I mbuluar nga pluhuri e mbeturinat, një qytet me shkolla moderne e hapësira për kulturë dhe sport, e jo me gjeneratët të lëna pasdore,
një qytet ku ka transparencë e jo pazaret e fshehta, e ky vizion për këtë qytet e ka një emër dhe ai është Hairullah Qeku. Hairullah Qeku është një ministri dëshmuar, një profesionist i përkushtuar, një njeri që çdo premtim e bën punë dhe çdo punë e çon deri në fund. Ai është njeriu që do ta udhëheqë Prishtinën drejt funksionalitetit, zhvillimit dhe barazisë. Saktësisht siç janë edhe 3 shtyllat e vizionit tonë. Një qytet që funksionon, një kryeqytet që zhvillohet për Prishtinë të barazisë. Beteja jonë për Prishtinën nuk është veç betejë e lëvizjes vetëvendosje, por e të gjithëve që e duan këtë qytet. E në këtë betejë, Hairullah Qeku nuk është i vetëm. Ai ka pranë tij listën më të mirë të kandidatëve për kuvendin komunal. Gra dhe burra dëshmuar, profesionist, aktivist, njerëz me integritet. Ata që politikën e shohin si mundësi për t'i shërbyer qytetit e asësi si privilegj personal. Zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, qytetar dashur të Kodrës, Trimave dhe gjithë Prishtinës, ne kemi kandidatin më të mirë që ka garuar ndonjëherë për Prishtinën. E kemi listën e kandidatëve që garanton përkushtim, profesionalizëm, ekspertizë e dashni për qytetin. E kemi platformën që është dokument i kompletuar dhe i hollësishëm. Vizion 10 vjeçar për Prishtinën, i krijuar nga ekspert e bashkë me qytetarët. Këto janë komponentet kryesore për sukses. E kur këtu e shtojmë edhe mobilizimin dhe angazhimin tonë të përbashkët, që nuk duhet të na mungoj e nuk do të na mungoj, atëherë me 12 tetor fitoria gjithsesi bëhet e pashmangshme. E me fitoren tonë, Kodra e Trimave nuk do t'jetë më e harruar. Kodra e Trimave nuk do t'jetë më anash. Kodra e Trimave do t'a ketë vendin që i takon e që e meriton. Me fitoren tonë, fiton Kodra e Trimave, fiton Prishtina, fiton vetëvendosja, fitojnë të gjithë. Këtë e kemi qëllim e synim dhe këtë do t'a bëjmë. Bashkë me ju, bashkë me Hairullah Qekun, bashkë me asamblestët tonë, do t'a bëjmë Prishtinën qytet në të cilin ja vlen fort të jetohet, të banohet e të punohet. Një Prishtinë që një Prishtinë në të cilën vlerësohet çdo qytetar. Një Prishtinë ku çdo lagje ka rëndësinë dhe trajtimin e duhur. Një Prishtinë ku respektohet dinjiteti i banorët. E si që jemi bërë bashkë ne të kuvendit, e të qeverisë, e të komunës, këtu kemi Mefin e Sarandën, i kemi Benin e Albulenën, e kena Mrikën e Gjelalën, e kena Arbrin e Agjenavne, e kena Gëzimin e Gëzonin, e Leonorën, e Jetën. Ashtu le të bëhemi bashkë në çdo rrugë të secilës lagje, por mbi të gjitha e para të gjithave këtu në Kodrë të Trimave, ashtu që me 12 tetor të votojmë bashkë e ta festojmë fitoren e madhe të Kodrës Trimave të kryeqytetit me Hairullah Qekun në krye. Me këtë qëndrim bashkë dhe me këtë bashkëpunim, me 12 tetor bëhet dita e jonë. 12 tetori është momenti ynë, 12 tetori është shansi ynë për Prishtinën. Bashkë e sjellim ndryshimin, bashkë e ndërtojmë të ardhmen, bashkë për Prishtinën tonë. Ju faleminderit e tash
e tash atë që është gjithnjë midis jush, e ftoj të dalë para jush kryetari i ardhshëm i komunës Prishtinës, i kryeqytetit Republikës Kosovës, Hajrullah Çeku. Mirëmbrëma kodra e trimave. Po pra vetëm vetëvendosja mundet ta shëndroj Prishtinën në qytetin që të gjithë duam. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit për këtë pritje të ngrohtë dhe madhështore. Faleminderit kodra e trimave. Kjo kodër jo rastisht quhet e trimave, sepse është e dëshmuar ndër dekada për trimëri, por si se tha dhe kryeministri, ky kontribut i kodrës së trimave, i gjithë atyre aktivistëve e aktivisteve, asnjëherë nuk është shpërblyer, sepse është neglizhuar nga pushtetet. E ka ardhur koha me ia kthy borxhin kodrës së trimave me punë dhe me angazhim. Të dashur banor e banore të kodrës së trimave, ju mysafirë që jeni këtu, i dashur kryeministër, faleminderit që jemi neve sonte, ministra, deputet dhe kandidat të listës sonë, lista më e mirë që garon për Prishtinën, sepse është listë e personaliteteve me kontribut të dëshmuar në shoqëri, me background profesional dhe me gatishmëri të plot për të kontribuar për Prishtinën dhe për të mbështetur kryetarin e ardhshëm në betejën për të realizuar vizionin ton Prishtina 2035. E dashur Mrika, faleminderit që je barse e listës dhe bashkëpunëtare imja në këtë betejë. Një falënderim i veçantë për burrat e gratë, por sidomos për gratë, gjysmën e listës sonë, që duan të qenë përpara zërin e grave dhe vajzave. Dhe një përshëndetje për zemër për gjithë aktivistët e palodhshëm të lëvizjeve të vendosje, falë cilëve jemi sot këtu, dhe të cilët me punë dhe me angazhim vetë mohues kanë qenë mbështetësit më të mëdhej të rrugtimit tonë. Zonja zotëri, unë kam shumë të qartë rrugën përpara. Ne kemi edhe vizionin, edhe dijen, edhe guximin, edhe ekipin, ju kemi edhe juve, prandaj s'ka që na ndalë në realizimin e planit ton, e ky plan ynë i adreson çështjet më emergjente, më jetike me cilat ballafaqohen sot qytetarët e Prishtinës. Trafiku urban është diçka që ndikon jetën tonë të përditshme, pa dallim. Mirë po, blerja fundit e autobusëve ka ndodhur para më shumë se 10 viteve dhe që nga ajo kohë nuk e kemi asnjë zhvillim në këtë sektor. Me planin ton, që në vitin e parë të mandatit ton të parë, vinë 30 autobuset e parë që kushtojnë 9 milion euro me kredin nga Bergji, në grupin e dytë të blerjes vinë edhe mbi 100 autobusë të tjerë, nga të cilët gjysma janë elektrik dhe me vlerën rreth 37 milion euro,
dhe në grupin e tretë të blerjeve vinë edhe 100 e më shumë autobus të gjithë elektrik për ta kompletuar kështu flotën e nevojshme që Prishtina ta ketë një trafik urban efikas, të shpejt, që nuk e ndot ajrin dhe që i lidh fshatrat me të gjitha lagjet e qytetit, por edhe e lidh Prishtinën me Fush Kosovën, me Obiliqin, me Lipjanin, me Podujevën, në mënyrë që lëvizja e qytetarëve të mos jetë problem tashetutje. Reforma jo në trafikut urban, natyrisht i ka edhe autobuset në njërën anë, në bashkëpunim me operatorët privat, të cilët do të kushtohen që këta autobus të jenë të standardeve më të larta evropiane. Ndërsa paralelisht do të sigurohemi që autobuset ta kenë edhe korsinë e veçantë, që ata të vinë sa më shpesh, që të na çojnë destinacion sa më shpejt, dhe në këtë mënyrë ta kemi një Prishtinë me sa më pak vetura e me sa më shumë transport urban dhe me sa më shumë autobus. Më pak shpenzime, më pak kohë humbur, ajër më i pastër. Kjo është Prishtina e vizionit ton për një transport publik efikas. Në lidhje me çështjen e dytë shumë të rëndësishme të gjithë banorëve, me menaxhimin e mbeturinave, ku nuk mundem pa përmend dështimin më të madh të qeverisës aktuale, sepse kur një kryetar komune nuk arrin me mbledh bërllogun dhe me mbajt qytetin pastër, nuk e di pse duhet me qëndru aty. Një kryetar komune që lë qytetin në këtë nivel të papastërtisë është një kryetar i dështuar, e kjo qeverisje e 4 viteve të fundit ka qenë më e dobta pas luftës në Prishtinë. Dhe ne propozojmë zhbllokimin e mbështetjes dhe të kredis nga KFV-ja gjermane dhe nga Bashkimi Evropian, që ka qenë aty, po për shkak të keq menaxhimit të ndërmarrjes publike, pastrimi, kjo qeverisje na e ka humbur këtë mundësi. Prandaj do të bëjmë përpjekje maksimale për blerjen e kontenierëve të ri, të paktën 1500 të tillë, që kushton rreth 4 milion euro, por edhe blerjen e kamionëve të ri, për të siguruar që të gjithë qytetarët do të bëjnë ndarjen e mbeturinave në burim, në ato organike dhe jo organike, dhe vlera e këtyre kamionëve do të jetë rreth 10 milion përsëri si mbështetje nga KFV-ja dhe Bashkimi Evropian. Kur ne bëjmë ndarjen e mbeturinave në burim, ne sigurojmë një ekonomi të gjelbër, një sistem të riciklimi, e për riciklim tashmë është duke nisur edhe një investim shumë i madh për të ndërtuar qendrën për trajtimin e mbetjeve inerte dhe ndërtimore për rajonin e Prishtinës, që është një investim, një kredi nga Bergji në vlerën mbi 25 milion euro. E duam Prishtinën tonë të pastër, me ajër të pastër, pa mbeturina, dhe kjo është më e pakta që duhet të bëjë një kryetar komune për qytetarët e vet. Fatkeqësia jonë që edhe në vitin 2025 duhet të flasim për ujin e pijes. Uji është nevojë elementare dhe ne duhet bëjmë çmos që ta zhdukim këtë nga lista e problemeve të Prishtinës sa më parë. Plani ynë është konkret, i kemi 2 projekte tona të cilat do të realizojmë menjëherë me të filluar mandati ynë. Fillimisht do të bëjmë rehabilitimin e kanalit të Ibërlepencit që sjell ujin nga liçeni Ujmanit deri në Badovc. Për këtë investim do të punojmë bashkë me Ministrinë e Ekonomisë, me ndërmarrjen Ibërlepenci dhe me kompaninë rajonale të ujësjellësit, në mënyrë që të bëjmë një bashkë investim dhe të rehabilitojmë këtë kanal për të siguruar më tepër ujë dhe furnizim më të mirë. Por projekti ynë i dytë, përveç këtij kanali, është edhe rehabilitimi i filtrave të fabrikës së ujit në Shkabaj. Me këto 2 investime shumë të rëndësishme do ta zgjidhim përfundimisht çështjen e furnizimit me ujë në komunën tonë. Të dashur qytetarë, ka shumë probleme
prandaj do të ketë shumë investime, shumë angazhim, punë të përditshme. Ne duhet të renovojmë të gjitha shkollat e Prishtinës. Me shumë pak përjashtime, shkollat e Prishtinës nuk kanë hapësirë të mjaftueshme, sepse ato janë të stërngarkuara. Fëmijët e tanë mësojnë nëpër klasa ku ka hapësinë të kufizuar dhe kjo ndikon edhe në shëndetin e tyre, përveç në mundësinë për të fituar nga dija që jep shkolla. Kur kemi shkolla të renovuara, me hapësira të rritura, ne mund të realizojmë edhe një nga objektivat tona kryesore të reformës në arsim, që është mësimi tërditor. Por jo kështu si që kanë nisë këta para një viti, sepse kjo është vetëm improvizim, që më tepër e bën dëm fëmijëve tanë, nxënësve tanë, sesa që zgjidh diçka. Mësimi tërditor kërkon investime serioze në të gjitha shkollat e Prishtinës, për rritje të hapësinave, për laboratore të reja, për palestrat të sportit, për hapësina të artit, për shkencë, për digjitale. Shkollat e Prishtinës do të bëhen model dhe për këtë investim zotohemi edhe si komunë, edhe si Ministri e Arsimit, bashkarisht i bëjmë shkollat tona të nivelit evropian. Veç shkollave në duhen edhe qervet, sepse janë shumë të rëndësishme për edukimin e hershëm të fëmijëve tanë. Platforma jonë propozon të paktën nga 2 qerve të reja për secilën lagje të Prishtinës, 2 qerve të reja për secilën lagje publike dhe qerve me bazë në komunitet, përsëri investimi për bashkët mes komunës dhe Ministrisë Arsimit, por unë zotohem që nuk do t'i vënoj përgjigjet për ndarjen e parcelave, nuk do të hezitoj që të bashkëpunoj me qeverinë që investimit të jeti për bashkët në financa dhe bashkarisht kujdesemi që sa më shpejt të kemi qerve të reja në Prishtinë. Në programin tonë ne kemi propozuar edhe një skemë të mbështetjes së pjesshme për shpenzimet e juja kur i qoni fëmijët në qerve private. Derisa të ndërtojmë ato publike, duhet që mbështesim, sidomos familjet me ordona më të vogla, do të mbështeten për shpenzimet për qerve private. Kur kemi shkolla me mësim tërditor dhe më shumë qerve në lagjet tona, gratë do të kenë më shumë kohë për të punuar dhe për të kontribuar në ekonominë e Prishtinës. Dhe sa më shumë gra aktive në ekonominë tonë, aq më shumë prosperitet për vendin tonë. Programi ynë propozon edhe skema të veçanta të mbështetjes për sa më shumë gra të punësuara në tregun e punës, por edhe skema të veçanta të mbështetjes për bizneset që nisen dhe udhëhiqen nga gratë e Prishtinës. Zotimi ynë për Prishtinën e barabartë, para se gjithashtu nuk kupton mundësitë barabarta mes burrave dhe grave, por edhe shpërndarja e investimeve në mënyrë barabartë në të gjitha lagjet, e sidomos aty ku nevojat janë më të mëdha. Zonja zotëri, ne idenë e kemi shumë të qartë, vizionin shumë të pastër, vullnetin e qelikt, dhe investimet tona do të prekin edhe një pjesë të neglizhuar për shumë kohë në Prishtinë. Unaza e jashtme e Prishtinës do të bëhet dhe realizimi do të filloj me njëherë me të filluar mandati ynë i parë. Nuk ka nevoj as më arsyetu, as më viktimizu, as më justifiku. Unë si kryetar komune, me njëherë do të filloj realizimin e unazës jashtme të Prishtinës, me mundësit buzëtore të komunës e Prishtinës,
unë kur e nisi vetë, pastaj edhe qeveria më mbështet. Në këtë kuptim bashkëpunimi do t'jeti plot, por iniciativa do t'jetë nga komune. E sigurojmë trasen, i bëjmë shpransimet, fillojmë ndërtimin e unazës segment për segment. Nuk ankohemi, por punojmë dhe puna fillon me njëherë, e përveç unazës së jashtme, me prioritet të lartë, do të përfundojmë edhe rrugën A, të cilën përkundër gjithë mburjeve që e ka kjo qeverisje aktuale e komunës, nuk e kanë realizu në pjesën më të rëndësishme, po ndoshta edhe më të komplikuar në segmentin ku rruga A përmes rrugës së Vetërnikut lidhet me lagjen Kalabria. Buxhetin e kanë tashmë të gatshëm. Ka qenë zëtimi qeverisë, Ministrisë e Infrastrukturës që 2 vite në vlerën rreth 8 milion euro për ta mbështetur vazhdimin dhe përfundimin e rrugës A. Por kjo qeverisë nuk e ka përfundu as projektin për të vazhdu matutje me ndërtimin e kësaj rrugë. Rruga A duhet përfundoj, unaza duhet ndërtohet, Prishtina duhet të lirohet nga trafiku që e ka sot dhe me cilin ballafaqohemi ne në baza ditore. Një nga ndërtesat më ikonike të Prishtinës, Pallati i Rinisë, ka nevojë për një rinovim të tërësishëm. Unë kam pritur rreth 2 vite si ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit që komuna të ndërmarrë ndonjë veprim, por nuk kishte asgjë përtej vizatimeve, zbukurimeve, rendherave, me çka e ka mbajt ky qeverisën për 4 vite, prandaj ne kemi nisur intervenimin më të rëndësishëm në historinë e Pallatit Rinisë. Tashmë ka filluar faza e parë e projektimit dhe rinovimit të tërësishëm të Pallatit Rinisë, edhe në përgatitje për loret mezetare, por kryesisht për të shërbyer sportistit të Riut dhe artistit të Prishtinës. Kredia në vlerën prej 50 milion euro nga Banka Evropiane për Investime do t'jetë një nga investimet më të rëndësishme për Prishtinën tonë dhe paralelisht kredia nga Agjencia Franceze për Zhvillim në vlerën 7 milion euro do të na mundsoj rinovimin e plot të qendrës së studentëve, të konvikteve, të menzës, të sallës nitatori dhe të 12 sallave sportive të shkollave, përmes cilave do të ndërtojmë fshatin mezetar për loret mezetare 2030 në Prishtinë. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, vizioni ynë për Prishtinën është vizion i një qyteti që funksionon dhe i një kryeqyteti që zhvillohet. Ne duam lagje funksionale, ne duam normalitet, ne duam plotësimin e kushteve elementare si jetë stresuese dhe e mundimshme. Një qytet që funksionon na mundson që të angazhohemi edhe për një qytet me ekonomi të fuqishme. Plani ynë është të fuqizojmë sektorin digital, sektorin ICT, sektorin kreativ, turizmin në Prishtinë. Një sektor që tashmë eksporton shërbime mbi 200 milion euro në vit, ka potencial që brenda 10 viteve të arrijë shifrën e 1 miliard eksporte vjetore, e kur kësaj jashtojmë edhe sektorin kreativ, edhe turizmin që nga 80 milion sa sjell hyra për qytetin mund 5 fishohet në vlerë, bashkë edhe me premtimin ton për ndërtimin e parkut industrial me 116 hektar hapësirë në Bërnis për prodhuesit tanë, bashkë edhe me angazhimin e sektorit të ndërtimit për të trajtuar problemet e lagjeve me probleme urbanistike,
vizioni ynë me mbështetjen e këtyre sektorëve synon që brenda 10 viteve papunësi në Prishtinë ta uli 95%, e për këtë zëtim ne jemi këtu bashkë edhe me qeverinë, bashkë edhe me biznesin, të cilët janë partnerët tanë strategjik dhe Prishtinën do ta bëjmë qytetin me papunësinë më të ulët në rajonin tonë. Në vizionin tonë 10 vjeçar është edhe reduktimi i ndotjes së ajrit për 50%. Prishtina jonë, fatkeqësisht, sidomos në momentet caktuara të vitit, bëhet pjesë top listave botërore të qyteteve më të ndotura, me ajrin më të ndotur. Ne duhet punojmë për një transport publik efikas dhe që nuk e ndot ajrin. Ne duhet të ashtrim rrjetin e ngrohjes qendrore gjithandej. Duhet bëjmë më shumë parqe e hapësira të gjelbra. Duhet bëjmë izolimin eficient fillimisht të shkollave, pastaj të ndërtesave publike, pastaj edhe të atyre private, banimeve kolektive, duhet të mbyllim deponit ilegale, e të gjitha këto janë masat e programit tonë që synojnë reduktimin e ndotjes së ajrit për 50% brenda vizionit tonë 10 vjeçar. Një vizion i tillë është vizion i qartë dhe vizion për cilin duhet edhe mbështetja e qytetarëve, mbështetja banorëve të gjitha lagjeve. Ne propozojmë qeverisje bashkë me qytetarin. Metodologjia jonë është shumë e qartë, ajo i identifikon problemet bashkë me banorët përmes kartelës së lagjes, ndërsa i zgjidh ato probleme duke i orientuar investimet sipas problemeve të lagjes, dhe banorët i bën hisedar të mirëmbajtjes së lagjes përmes ndërmarrjes së lagjes. Ky është koncepti ynë, kjo është reforma jonë për ndërmarrjet komunale, pra çdo lagje duhet ta ketë ndërmarrjen e vet, ku këshilli i lagjes bëhet bord i ndërmarrjes, banorët e lagjes edhe vendosin për buxhetin e komunës, edhe bën aktivisht pjesë të mirëmbajtjes së lagjeve tona. Vetëm bashk mund ta bëjmë Prishtinën tonë të pastër, të gjelbër, funksionale dhe të zhvilluar. Unë besoj që puna flet më së miri. Në mandatin që asesi nuk po mund të mbyllim, kemi restauruar rreth 200 monumente në çdo cep të shtetit tonë. E kemi shpëtuar trashëgiminë tonë kulturore nga degradimi, shkatrimi total. Kemi zëtuar dhe po investojmë mbi 100 milion euro në stadiumet kryesore të Kosovës gjithandej. Edhe në Fadil Vokri, në sistemin hibrid të fushës, e punimet po vazhdojnë edhe në stadiumet kryesore të Gjakovës, të Gjilanit, shumë shpejt fillojnë në Ferizaj, në Prizren, vazhdojnë edhe në Shtime, edhe në Mitrovic, pritet të fillojnë edhe në Pej, edhe në Drenas. Pra, investime edhe në trashëgimi, edhe në sport gjithandej, ndërsa lajmi më i mirë për sportin e Kosovës, lajmi historik ka qenë e drejta për organizimin e lojrave mesjetare, për të cilën jemi angazhuar bashkarisht. Kjo është arritja më e madhe e shtetit tonë. Për këtë duhet jemi të gëzuar të gjithë, punojmë së bashku që duke organizuar lojra të suksesshme në vitin 2030, Prishtinën ta shndrojmë në qendrën e rëndësishme evropiane për ngjarje sportive. Këto janë faktet të punës, të angazhimit, të përkushtimit, kur e marr përsipër, e bëj, e realizoj, edhe në Prishtinën do t'jetë njësoj, të gjitha premtimet do t'i realizoj dhe do t'i realizoj bashkë me juve. Vetëm 2 fjalë, jo më tepër, për kundër kandidatët e mi. Ky kryetari aktual është dikush që para 4 viteve
u votua nga qytetarët, por askush nuk e njihte. Asaj nuk e njihte Prishtinën, as qytetarët nuk e njihnin atë, por ndodhi ajo që ndodhi para 4 viteve. Mirë po tash pas 4 viteve, qytetarët besoj që mendojnë ndryshe. Ai vazhdon mos me njoft Prishtinën, po qytetari e njeh shumë mirë tashmë kryetarin aktual dhe besoj që ka ardhur koha me u ballafaqu me qytetarin, ka ardhur koha me u ndëshku. Në të njëjtën kohë edhe kundërkandidati nga partia tjetër, unë mendoj që as atë nuk e njihni. Qytetarët nuk e njohin as atë. Ai kështu na paraqitet çdo 4 vite dhe del në sipërfaqe për të garuar për Prishtinën, mirë po me një përjashtim të vogël. Përjashtimi i vogël është ky mandati që po përfundon. Një mandat ku LDK dhe PDK kanë qeverisur bashk. Një mandat ku kryetari aktual është zgjedhur pikërisht me votat e PDK-s, sepse përndryshe nuk do ta kishim këtë kryetar. Dhe ky kundërkandidati i dytë, që sot flet dhe i thot kryetarit aktual që ka dështu dhe e ka degradu Prishtinën, përbes mire ka, qëndron konstatimi i tij. Po e para, ky ka qenë aty bashk, në fakt kanë qenë aty bashk nga fillimi deri në fund. Njëherë me koalicion me drejtori, e në pjesën tjetër me ndërmarrje. Ka ardhur koha me i ndëshku të dytë bashk. LDK dhe PDK duhen me shku në opozit në mandatin e ardhshëm në Prishtinë. Një kryetar komune që punët e 4 viteve tenton me i kry për 4 javë të fundit të mandatit është asgjë më tepër se kryetari i improvizimeve dhe kjo është qasje ofenduese ndaj qytetarëve dhe ndëshkimi e pret me 12 tetor. Prandaj të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, zonja dhe zotëri, Prishtina ka qytetari. Prishtina ka ndërgjegje qytetare. Këto veprime të javëve të fundit, shtimi disa linjave të transportit urban, ndezja disa dritave në për lagje e në për disa fshatra, shtrimi do kockave në për do trotuare andej e këndej qytetit, janë asgjë më tepër se veprime ofenduese, por mbi gjitha janë veprime që dëmtojnë buxhetin. Unë i bëj thirrje që të ndali këto veprime, sepse këto nuk janë zgjidhje të qëndrueshme. Fatkeqësisht buxhet harxojmë, por zgjidhje nuk bëjmë. Zgjidhje do t'i bëjmë bashkë pas 12 tetorit. Të dashur banor të Kodrës së Trimave, unë i njoh shumë mirë problemet e lagjes suaj. I njoh shumë mirë sepse shumë shpesh më ka njoftu e informu edhe mefi, e bashkë me të edhe kemi lëviz, kemi ecë, kemi taku banori, kemi pa problemet nga afër. Unë e di shumë mirë problemin e juj me ujin e pijes. E di shumë mirë problemin e juj me pasigurin në rrugën kryesore, por edhe me rrugët e lëna anash në pjesët e tjera të lagjes. Unë i di shumë mirë problemet e juja që lidhen me mungesën e qerdheve, që lidhen me mbeturina dhe papastërtin gjithandej, me mungesën e parqeve, me problemet me kanalizim dhe shumë të tjera. E sidomos e njoh shumë mirë problemin e juj me pronat.
Problemi i banorëve të Kodrës së Trimave që lidhet me pronat, me pasigurim mbi pronat e tyre, duhet marrë fund sa më shpejt. Prandaj, ky është zëtim edhe imi, edhe i kandidatëve tanë për asamble, edhe i gjithë vetëvenduesjes bashkarisht, që njëherë për gjithmonë ta mbyllën këtë kapitull që juve ju lënë, ju mban peng, nuk i jep kur farë sigurie në raport me pronat e juja. Ky problem duhet zgjidhet dhe ky është zëtim i imi që do të filloj të zbatohet me njëherë. Mirë po, unë kam edhe një propozim dhe sonte dua ta shpalos për herë të parë publikisht para gjithë juve në lidhje me trajtimin e të gjitha problemeve të Kodrës së Trimave, jo vetëm të çështjes së pronës. Propozimi im, për cilën jam konsultuar me të gjithë, edhe me profesionistët, edhe me ekipin ton, por edhe me sektorin privat, është një zgjidhje që synon ta transformoj rrënjësisht Kodrën e Trimave për ta shndruar në një lagje model për gjithë Prishtinën. Në gjendjen çfarë është lagja sot, ne mund bëjmë vetëm korrigjime të vogla, por ju jetoni në kushte të vështira dhe korrigjimet e vogla vështirë se mund që përmirësojnë dukshëm cilësinë e jetesës. Prandaj, unë sonte po bëj propozimin, por po kërkoj edhe mbështetjen e juaj që jeni këtu, por edhe të gjithë banorëve të Kodrës së Trimave, që Kodrën e Trimave të ndërtojmë nga e para bashkarisht. Jam i sigurt që nuk do t'jetë proces i lehtë, por besoj që mund t'a bëjmë kur jemi bashkë. Kur është bashkë komuna, banorët, pronarët, sektori privat, ndërtuesit, e bëjmë planin më të mirë për ndërtimet e reja, për sistemin e kanalizimit, për ngrohtoren, për ujin e pijes, për rrugët e rrugicat, për parqe, për qerdhe, për shkolla, për shëndetësi. Kodra e Trimave e meriton një standard të lartë të jetës, e këtë mund të bëjmë vetëm duke transformuar rrënjësisht situatën që e kemi sot aty. Bashkë me gjithë ekipin tim, unë sot para jush po zëtohem edhe njëherë që zgjidhja jonë dhe angazhimi ynë do t'jetë transformimi rrënjësor përmes ndërtimeve në lagjen tuaj. Ky do t'jetë një plan shembull për ta shndruar Kodrën e Trimave në base modelin më të mirë që është bërë ndonjëherë në Prishtinën e pas luftës. Mirë po, e kam edhe një lutje nga të gjithë ju që jeni këtu. Ju lutem shumë që këtë propozim dhe zotim timin tash prej kur dalim nga këtu e ditëve në vijim, ta diskutoni me familjarët e juj, me kojshit e juj, me banorët e lagjes dhe të gjithë bashkarisht ta merrni një vendim dhe më lajmëroni sa më shpejt që është e mundur, sepse kjo punë kërkon angazhim dhe përgatitje. Prandaj ju lutem, kjo ofertë është e sinqertë dhe është e realizueshme kur jemi bashkë, po për qenë bashkë na duhet edhe pajtimi dhe konsensusi dhe mbështetja e gjithë banorëve. Nëse e kam këtë mbështetje, Kodra e Trimave bëhet. Bëhet sepse e bëjmë bashkë. Unë ju falenderoj shumë për
entuziazmin, për mbështetjen, për pjesëmarrjen tuaj sonte, të gjitha zonjat, gjithë zotërit që janë këtu sonte, trit, trejat dhe gjithë ju të tjerët. Natyrisht, ashtu siç po themi në të gjitha tubimet, unë nuk jam këtu për t'ju mbajt ligjërat, po për ta shpjegu vizionin tim, për t'ju njoftu me zotimet e mia, mirë po, si në çdo vizitë, në çdo takim që kemi zhvilluar në këta muajt e fundit, jam shumë i interesum edhe me ju dëgjoj juve, prandaj tash po e hapim pjesën e fundit të këtij tubimi, e kemi mikrofonin ajror, fjala për ju, veçërnëne. Zotëria këtu. Po, me rend. Këtu. Mi mama kretar, unë jam Fitir Fazlia, në lagjen e Kudër Trima, jam Vranjeft, jam më ofër të 1 kilometër e gjysmë të kika, se 25 vite ujtë pishëm nuk kem. Kena pas me reduktive, po tash që 9 muj, po bonë për 9 muj, pik ujë nuk kena. Jena në halë 50 shpije, ofër 50 shpije jem atje. E kena ka degradu një për gjitha partive, për atë syje në orë të këshyrën që më botë. Bordë e ujësjelësit dëtë shkatruaj se nuk na merë parasy 50 herë në konë ujësjelës thujë nesër se në muj ujë pjesë nuk kemë. Kjo është tërpë, diçka është për të turbe është, nuk e di çka është ka botë, është në Vranjeft. Çështjen e ujit të pijes nuk do të trajtoj duke ja delegu ndonjë drejtori apo ndonjë zyrtari. Do t'jetë angazhim personali imi, sekretari komunës, pra me çështjen e ujit do të merrem personalisht nga zyra e kryetarit, duke i mobilizuar të gjitha institucionet, duke i orientuar të gjitha investimet në mënyrë që sa më shpejt problemi i ujit të pijes të zhduket nga fjalori ynë publik dhe politik dhe të zhduket si problem i përditshmërisë së qytetarëve. Ja u shpjegova fillimisht 2 investimet e tona strategjike në bashkëpunim me institucionet e tjera, por nuk po them do të bashkëpunoj me të tjerët për me u bart aty në përgjithësi. Do t'jetë angazhim personal i imi, sekretar komune, për me zgjidh problemin e ujit të pijes në Prishtinë. Përshëndetje kryetar, jam Bujasja Inja nga lagja Muhaxherëve. Deshta më të pyet kryetar, mos i e bësh 15 milion euro se kena pas kryetar tjetër, se kena ditë, nashta dhe kem votu, kem gabu. Kaq, faleminderit. Faleminderit, e kuptova. A kemi ndonjë pyetje ose koment tjetër? Po, urdhoni këtu. Në di që më bërën gosë. Ma. Mirë më Rahman, mirë se keni ardhë në lagjën Kudër Trima. Arsimi në komunën e Prishtinës është e degradum total. Nuk e di, unë e kam një djallë, a i ka 9 vjetë. Unë e kam shpi 27 nëntori që të djallë jem, i merë 50 kg libra në kra, shkam të shkolla Asim Vukshi. Pse me shku të shkolla Asim Vukshi, që nuk e ka shkolla. Unë e kam atë prënën tem. As kujna nuk ja jepi prënën tem. Vdes për prënën tem. Kaq, edhe ka shumë shqetësime, të mëdhaja, qent e dacak. Ata për në mbrengusën, se për në vinë shpen mrena, po hinë qa me po. E shumë gjona që s'ka e s'kena kumje për me. Arsimin në komunën e Prishtinës, shpetoni ju lutëm, shpetoni thminë tonë, se janë e ardhja ju. Nuk ka foj, mëse keq kuptoni, mëse keq kuptojnë qytetarë, nuk ka fojet Ministria e Arsimit, i ka fojet Drejtoria Komunale e Arsimit. Aja i ka bërë këtë sen, aja ka degradu. Kjo s'ka fojet, kjo s'me, respekt për të. Faleminderit shumë, respekt për Albin Kurtin, që është i madh. Dujen Albin Kurtin, esni, rrugë kaq.
përshëndetje nga zemra krejt deputet e Republikës së Kosovës. Idris Shabani. Faleminderit shumë, me qeverisjen tonë nuk ka me pas mundësi askush me falsifiku adresën e banimit për me regjistru fëmijë në një shkollë tjetër. Nuk ka me pas nevoj askush me dhënë rishfet në komunë për me regjistru fëmijë në qerve. Ne do të punojmë që çdo fëmijë të ketë në afërsi, në distancë të ecjes edhe qerven, edhe shkollën, në mënyrë që prind me i dërgu fëmijët e tyne në këmbë deri në shkollë, deri në qerve dhe jo me vetura, sepse kjo është edhe një nga arsyet pse kemi trafik të ngarkuar në përlagjet e tona. E kuptova shumë mirë shqetësimin tuaj, e di shumë mirë si funksionon tash, por kjo përfundon së shpejti. Faleminderit. Një këtu pastaj juve, patjetër. Mirëmbrëma kryetari. Mirëmbrëma Fatmir. Unë jam një sportist botëror, kam lind 100 metra qëtu, pe vitet 79 që minë këtë salë këtu. Kondra trima ka pos artista, sportista, botëror. Dhe kanë qenë atletarët më të maj që në Çakanari në mbledh këto gjithmonë lëvizje kanë qenë prej grupet vëzhguesve vitet 70-ta, gjithmonë kjo kodra trima u ka dhonë edhe kontribut gjitha që ka bërë me sport, me gjitha. Ju përgëzoj mas pari kryeministrin, shtetin që bëmbron si duhet, e gjithë stafin se e një këto, Zoti ju bekov gjithë të njetën, pështimin e Kosovës si jeni jo qeveria. Faleminderit dhe shumë respekt për Fatmir Makollin, një nga emrat më të mëdhenj sportit në Kosovë, edhe për shumë sportistë të tjerë që ka vënë lagja ju. Nderime, respekt, faleminderit për kontributin tuaj. Ajo, okej. Tjetër? Zotëria atje? Përshëndetje Vranjevc, përshëndetje Kodra e Trimave. Unë nuk jam votues i Prishtinës. Jetoj në Suedi, vota ime shkon tjetër kohë. Ju falenderoj juve që në vitin e lartë atë nishën në dhatë buk e ujë edhe strej, si student kur isha. Isha vesh një fjallë ka them nga përvoja suedezve. Kryetari i arshëm është pasqyrë e shtetit. Kryeqyteti është pasqyrë e shtetit. Por kë nuk do të bëj vetë pa ndihmën e ju. Pa qenë një aktiv vazhdimisht, nuk mbahet qeveria. Nuk mbahet kryeqyteti, as i qeveri nuk mund. Ashtu bëhet perëndim. Dalë që faqe barë, jam i lumtur që jam mes juve. Po, këtu njëherë, po, ordna zotëri. Mirë mbrëma qytetarët e lagjes Kodra Trima, që dikush na quenin lagje e rebeluar, po fjallë e rebelim me ka kuptimin pozitiv, që do më honë nuk nështrohet, nuk pajtohet me diskriminimin, por gjenë mënyra e format të ndryshme për të protestuar, për të demonstruar dhe për të luftuar kundër pushtimeve të ndryshme dhe kundër diskriminimit të madh që kanë bërë kësaj lagje të anatemuar, të përndjekur, edhe dhe të cilin kanë rrë dhe dëshmor nga kjo lagje, edhe kanë vepruar veprimtar të mëdhej çështës kombëtare që nga Baç Adem Demaçi dhe nga Jusuf Grovalla e Afribxhetia e ku kanë rrë dëshmor të kësaj lagje, dëshmorët Ismet Krasniqi, Bajram Bahtiri edhe Shevqet Zeka, i cili ka qenë nxënës i shkollës së medreses dhe kur ka ardhur
kur ka ra pushtrimi që ti del në bazë me rezistencën e tyre, me trupin e tyre kundër Serbisë fashiste, shkojnë në Drenis dhe së bashku me komandantin legjendar Fehmi Ladrosi, ra në fushën e nderit. Pra, kjo lagje ka dhënë edhe dëshmor, edhe pajtohem edhe me sportistin e minjohur Fatmir Makodi, i cili gjatë kohës së ardhë të klubit të boksit Prishtina i shtrinte për tokë bokserët e gjithave viseve, sidomos ata sërbë të Beogradit të Serbisë. Pra, kjo është një sportist i njohur dhe gjithë e din e njohin kontributin e tij edhe të gjithë sportistëve, sepse kjo lagje më të vërtet ka dhënë shumë. Prandaj, unë mos me zgjat, duhet me bëni pyetje i nderuar kryetar i jashtëm Prishtinës, Ajrullah Çeku. Pra, e kam një pyetje konkrete. Kjo lagje është ndër më të ndotërat në Prishtinë, si pasojë edhe sidomos gjatë kohës së stinës së dimrit, sepse situata sociale ju imponon banorëve të këtushëm që për ngrohje të shfrytëzojnë qymyrin dhe drut. Në mënyrë që atë të kalohet, unë ju pyes dhe ju propozoj që Prishtina të ketë fokusin tuaj dhe qeverisë së Kosovës në krye me kryeministrin Albin Kurti, që me të vërtet po ja del prej gjitha sulmeve furtunave që po i vinë, me të vërtet po ja del dhe do t'ja del me faqet bardhë ta udhëheq Kosovën edhe Shqiptarinë. A e keni ndërmend që Prishtina, sidomos lagja, kodra, trimave të jetë në fokusin tuaj si kryetari i jashtëm, që ngrohja qendrore përmes ndërmarrjes Termokos të deportoj edhe në lagjen tonë. Ju përshëndes dhe ju përfitore. Faleminderit shumë për pyetjen. Fillimisht respekt dhe lavdi gjithë dëshmorëve, ndërsa sa i përket pyetjes suaj, ne do të punojmë shumë në reformimin e të gjitha ndërmarrjeve komunale. Në Termokos do të investojmë posaçërisht për rritjen e kapaciteteve të kogenerimit nga 120 në 240 megawatt për ta dyfishuar mundësinë për shtrirjen e rrjetit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. Por, si që shpjegova më herët, fillojmë nëse kam mbështetjen e juaj me planin transformues për kodrën e trimave, me ndërtime të larta, blok pas bloku, fazë pas faze, e në këto ndërtime vjen edhe ngrohja qendrore. Përshëndetje kantor. Faleminderit. Ne kisha kërkuar me diçka. Ne po e vesh e studied bësona me kaljona. Tyne po shkojmë punë koçë, kur nga kume, kur zgjat të ur bëj lazë spitalit, ne kisha kërkuar me pas transport më shumë. Me pas pasë në ti, e me pas të gjithë për bicikleta. Pajtohem. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë edhe për pjesëmarrjen dhe për këtë kontribut që po jepni në pjesën e fundit. Na kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri më 12 tetor. Prandaj angazhimi gjithë secilit është shumë i rëndësishëm. Më falni edhe në pyetje, po hajde shumë shkurt edhe shpejt. Mirëmbrëma zotëri kryetar, jam studente e Fakultetit Teknik, përkatësisht Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Pyetja që deshta m'ja u bë është se cili është plani juaj që më shty përpara sektorin e ICT-s? Cilin sektor? ICT. Ju shpjegova pak në pjesën e ekonomisë. Ekonomia digitale dhe kreative është sektori me përparësinë më të madhe për të na ofruar në zhvillim të përshpejtuar viteve të ardhshme. Synojmë që duke ndërtuar kullën e ICT-s në Prishtinë, duke ofruar hapësira për bizneset startup në ICT, duke krijuar edhe skema të mbështetjes direkte me grante nga komuna për sektorin ICT dhe duke u ofruar aty në gjithë bashkëpunimin e komunës edhe duke i përfshi ata në hartimin e planit zhvillimor të komunës, këtë sektor ta çojmë nga pika ku është sot
në pikën e 1 miliard euro eksporte në vit. Sektori ICT-s bashkë me gjithë sektorin kreativ përbëjmë thelbin e ekonomisë digjitale të Prishtinës, e ardhmja e Prishtinës është digjitale, e ardhmja e Prishtinës është rinore, kështu që ky potencial rinor bashkë me shërbime digjitale do të na çojnë përpara si Prishtinë e zhvilluar përveç Prishtinë funksionale. Faleminderit gjithëve, na prit të mbara dhe dalsim fasebardh. Shihemi së shpejti në takime dhe tubime të ardhshme deri me 12 tetor. Natën e mirë.